Televizioni italian Rai 3 ka rikthyer vëmendjen mbi Shqipërinë përmes një tjetër dokumentari investigativ duke ngritur akuza të forta mbi përmasat e krimit të organizuar dhe pastrimit të parave. Në fokus të emisionit Presa Direta, vendi përshkruhet si një qendër e madhe ku rrjetet kriminale dyshohet se riciklojnë fitimet nga trafiku i drogës, duke e kthyer ekonominë në një lavatriçe gjigande të parasë së paligjshme. Dokumentari sjell dëshmi, analiza dhe intervista që hedhin dritë mbi ndikimin e mafias në sektor kyç, duke ngritur pikpyetje serioze për transparencën dhe funksionimin e shtetit ligjor në Shqipëri. Tiranë, kryeqyteti i Shqipërisë, janar 2026, nëse ka një karakteristikë që bie në sy që në shikimin e parë është prania e kantierëve të ndërtimit pafund. Megjithatë, ky horizont modern, siç tregojnë të gjitha hetimet e skuadrës së përbashkët hetimore midis prokurorëve italian dhe shqiptar, fshe një anë të errët, thekson reportazhi. Ekonomisti Zef Preçi rrëfen skemën që përdoret për të pastruar paratë. Ekonomia jonë është e vogël, me një volum rreth 25 miliardë euro prodhimi brendshëm bruto në vit. Në 5 ose 6 vitet e fundit kemi konstatuar 4.7 miliardë euro që qarkullojnë jashtë kanaleve bankare. Kjo do të thotë se futja e parave të pista në ekonomi është vërtet shumë e lartë dhe grumbullimi i burimeve financiare në duart e segmenteve të krimit të organizuar është aq i madh sa ata po përpiqen të investojnë në aktivitetet më fitimprurse si rrokaqejt dhe ndërtesat, siç mund ta shihni nga këtu. Ndërtimi mbetet padyshim një nga sektorët më të dukshëm dhe njëkohësisht pa asnjë lidhje me kërkesën e tregut. Në 15 vitet e fundit, Tirana është rritur vetëm me rreth 1000 banor të rinj, që do të thotë se vetëm një numër i kufizuar njerëzish përfitojnë dhe në një farë mënyre kjo mund quhet më shumë një investim likuiditeti sesa një investim i justifikuar nga pikpamja ekonomike. Sipas disa raporteve, më shumë se 60 kompani që investojnë në këtë sektor nuk kanë asnjë CV, nuk kanë asnjë përvojë të mëparshme në sektorin e ndërtimit. Shumë kompani nuk kanë kapital të mjaftueshëm për të investuar. Ndodh që një kompani me një xhiro vjetore prej 1 milion eurosh të investojë në një ndërtesë prej 50 apo 70 milionë eurosh, thot ai. Ndërkohë, gazetarja Lindita Çela thotë se korrupsioni ka prekur nivelet më të larta të qeverisjes. Sot konstatojmë se e gjithë administrata, deri në nivelet më të larta, është e përfshirë në raste korrupsioni. Kemi 2 zëvendëskryeministra të akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash. Kemi një kryetar bashkie të arrestuar dhe të akuzuar për vepra penale të lidhura me korrupsionin dhe pastrimin e parave. Ka 10 kryetar bashkish, 10 drejtorë të nivelit të lartë të institucioneve që janë në hetim për korrupsion. Një val arrestimesh për korrupsion që nuk kursen as nivelet më të larta të qeverisë aktuale të Edi Ramës. Vladimir Mara, prokurori SPAK, konfirmon për Rajin seriozitetin e fenomenit. Kemi zbuluar se element të krimit të organizuar kanë bashkëpunuar me segment të ndryshëm të institucioneve shtetërore, me antar të forcave të rendit, oficerë të tjerë të policisë, funksionar komunal, prokuror, gjyqtar, një rrjet kontakti që favorizon aktivitetet e tyre. Por si veprojnë organizatat kriminale këtu në Shqipëri? Ata kanë arritur një nivel të lartë të organizimi në fushën e trafikut të drogës dhe një zgjerim në nivel evropian e më gjerë. Janë qytetarë që kryesisht janë rritur në vendet e Bashkimit Evropian me njohuri të shkëlqyera të gjuhëve të huaja, aftësi të jashtëzakonshme komunikimi dhe njohuri teknologjike dhe janë fokusuar tek fitimi dhe të ardhurat e lehta. Më pas, emisioni i televizionit publik italian bën denoncimin e fortë. Sipas tyre, porti i Durrësit është në duart e klanit Troplini. Durrësi, qytet port rreth 38 km nga Tirana, një nga destinacionet turistike më të rëndësishme shqiptare ku ndërtohen rrokaqej dhe resorte luksoze. Durrësi